Sot në këtë shesh Edi Rama dha aheng, i mori punojnës të gjorë të administratës me zorë, i vuri ministrat e ditë korruptuar e deputetët e të kërcenin e të hargaliseshin, a thua se Shqipëria po kalon arritje mbas arritje. Dhe kupa, në vendin më të varfër të Evropës, në vendin që ka pensione më të ulta në Evropë. Edi Rama i ngjan personazhit të Nuri Beut, këtij bejleri të shekullit, fillim të shekullit 20, që përshkruhet më së miri në filmin Koncert të vitin 1936. Këndohet e vallëzohet e bëhet aheng, pa e qarë kokën fare për ide për programe. E pyetën Edi Ramën para një jave a dy, më po ku dreqin e ka programin, partia në pushtet, tha sa duhet fare programin, tha ne luftojmë për mandatin e 4. Kontrasti i Edi Ramës dhe i gjithsej politiket vjetët shëmtuar dhe të korruptuar është Lëvizja Bashkë me 177 faqe program të ndarë në 4 kapituj dhe në 4 shtylla dhe në 22 kapituj. Ne për ditë dalim në për rrugët e Tiranës, Durrësit, Vlorës, Shkodrës e nga do në për Shqipëri për të përcjell idetë tona nëpërmjet kësaj fletushke të shkurtër. Ju bëj thirrje që në datën 11 maj të votoni me ndërgjegje, të votoni për i politik serioze dhe të ndershme. Kjo fushat duhet jetë fushata e përballjes së ideve, të argumentave, me racionalitet qytetar. Po fatkeqësisht, nga Edi Rama, te Sali Berisha e tek gjithë ata që na kanë vjedhur deri më sot, asnjë prej tyre nuk i merr seriozisht qytetarët, asnjë prej tyre nuk e merr seriozisht politikën. Ndaj edhe një herë ju ftoj të bëheni pjesë e fushatës së pazakon, madje më lejoni t'ju them, të jashtëzakonshme të Lëvizjes Bashkë.